Në kulmin e sezonit veror, kur bujqësia ka më shumë nevojë për ujë, një nga kanalet kryesore ujitëse që furnizon fushat e Myseqes, po përballen me probleme serioze. Kanali i cili përshkon 6 fshatra dhe kalon përmes qytetit të Lushnjës drejt fushave të Tërbufit, është bllokuar në shumë segmente. Përgjatë tij shihen mbetje plastike, mbeturina të ndryshme dhe mbetje nga serat të hedhura nga banorët dhe një pjesë e fermerëve, duke penguar qarkullimin normal të ujit. Situata rëndohet edhe më shumë nga ndërtimet pa leje mbi kanalin dhe pranë veprave të ujitjes, të cilat kanë zënë pikat kryesore të ndërhyrjes dhe e bëjnë të vështirë pastrimin dhe mirëmbajtjen e tij. Fermerët shprehen se pa një kanal të lirë dhe funksional nuk mund të sigurohet ujitja e kulturave bujqësore në muajt më të nxehtë të vitit. Ata kërkojnë zbatimin e ligjit ndaj ndërtimeve të paligjshme apo edhe ato të ligjshme të ndërtuara mbi veprat e artit pas viteve 90 dhe ndalim të hedhjes së mbetjeve në kanal, pasi këto vepra janë jetike për bujqësinë dhe ekonominë e gjithë zonës. Ndërkohë, ekipet e drejtorisë së ujitjes dhe kullimit firë ndërhyjnë periodikisht në këto segmente të kanalit, ku mjetet e pastrimit kanë akses. Megjithatë, në pikat ku kanali është zënë nga ndërtimet pa leje ose është bllokuar nga grumbullimi i mbetjeve, ndërhyrja bëhet shumë e vështirë. Për këtë arsye, fermerët kërkojnë jo vetëm pastrim të vazhdueshëm, por edhe lirimin e veprave të ujitjes nga çdo pengesë që cënon funksionimin e tyre.